dhe dashamirës përshëndetje. Në fakt, ditën e sotme nuk mund të rrihej pa përmendur kjo afera këtu. Kjo afera këtu që ka qenë në 2017, madje më herët, që me inceneratorin e Elbasanit dhe atë të Fierit, ka me vite që u kushton miliona, qindra miliona euro qytetarëve shqiptarë. Është ky dokument e këtu, që Dritan Prençi e ka në dosjet e tij, në fascikujt e tij. Erion Veliaj, firma Erion Veliaj. Por është edhe vendimi numër 855 datë 17/12/2016 i Këshillit të Ministrave. Kryeministër Edi Rama. Këto të dhëna janë të platforma Open Data Albania. Çdo shqiptar mund ty edhe t'i shoh. Unë sot isha këtu, në këtë territorin këtu, që ka qenë në 2017 që Veliaj dhe Rama thonë që do ketë incenerator. Në fakt, këtu është një katastrofë mjedisore. Këtu banorët me zi jetojnë, unë zihet jeta nga ky ajër i dëndur. Edhe kjo s'është gënjeshtër, është e vërtetë. Unë zihet jeta në mënyrë që t'ikim. Përveç se i vjedhin, janë zi dhe jetën. Këtu Spaku ka me vite që ka pasur ndorë tetoj këtë aferë, që janë miliona e miliona euro të vjedhura, aq dhe aq sa Erion Veliaj i përmendi mediat që kanë përfituar nga inceneratorët. I mbani mend përgjimet apo jo? Jam këtu, ditën e gënjeshtrave, ku rilindja thot se ka incenerator.